Jemi në Money Hour, episodi 2 i podcast të Fast News Economy. Unë jam Aurora Sulçe dhe jam këtu me Ergis Sefën, përshëndetje. Ku ndodhemi në Ergis? Ne ndodhemi tek One Voice, One Connect Hub, Kubi One tek Piramida. Falenderojmë në fakt kompaninë që na mundson realizimin e këtij podcasti. Për çfarë flasim në sot, Ergis? Sot flasim për një nga temat më interesante që mund kemi ne të rinjt dhe jo aq të rinjt. Dhe jo vetëm, do flasim për jetën e natës. Kush e frekuenton, si e frekuenton, çfarë pinë, sa paguajnë, qysh paguajnë, nga i marrin, nga shkojnë, ku i gjejnë. Ke vënë ti që kur flitet për para në gjithmonë vjen, hikën, por nuk mbetet në dorë asnjëherë. Dhe vjen dhe ikën shumë shpejt, kjo është e keqe. Mirë se vjen, por ikën. Dhe ne gjithmonë si popull ankohemi. Skemi. Ato këmbë të shpejta kështu. Me këtë do të diskutojmë sot. Në fakt kemi një personazh shumë interesant. Është një nga çunat e cili prej vitesh merret me jetën e natës, njeh trendet, njeh mënyrën se si ka ndryshuar, njeh tipologjinë e klientit. Dhe ai është Erdit Gega, drejtori ekzekutiv i Whisky Bar. Mirë se erdhe Erdit. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën dhe për gëzime, për Let's Talk-un. Të rinjt janë ata që e frekuentojnë më shumë, do të mbetet deri diku ekskluziviteti. Ata që rikthehen, pra kjo kategori është më e vogël? Të rinjt, jo, të gjitha moshat e frekuentojnë jetën e natës, nuk mund të themi që e frekuentojnë vetëm të rinjt. Të rinjt frekuentojnë diskotekat e mëdha ku ka muzikë komerciale, ku ka më tepër lëvizje, pra duan më tepër rrëmuj, më tepër zhurmë, më tepër volum. Kurse moshat e mëdha pastaj zgjedhin këto lokalet që bëjnë muzikë live apo bëjnë një tipologji muzike çik më të vjetër dhe jo shumë të fortë, por që të rinjt kanë zgjedhjet e veta, nuk ngatrohen, nuk mund të ngatrohen, sepse të rinjt nuk e gjejnë veten tek lokalet e ku që frekuentohen nga më të mëdhej dhe më të mëdhej nuk e gjejnë vetë, shkojnë për kuriozitet, e shikojnë në një diskotekë të madhe që ka shumë zhurmë, shumë lëvizje, po prap nuk e gjejnë veten aty, nuk ndjehen mirë. Vajzat apo çunat, burrat apo gratë, kush dominon jetën e natës? Ka pak vite që vajzat po e dominojnë jetën e natës, biles neve ndonjëherë shikojmë, qeshim edhe themi, ore çfarë sot 8 mars që se tavolina vetëm vajza? Vin tavolina vetëm me goca që e frekuentojnë jetën e natës, frekuentojnë lokalin ton, edhe nga një anë është e mirë, shumë e mirë, sepse klientela ngjan shumë e bukur kur mbushet me vajza, po nga ana tjetër pjesa e konsumit, atë që ne presim, është pak më e vogël, sepse vajzat nuk konsumojnë njësoj si djemt. Kështu që ka dy anë, ka anën e vet mirë dhe anën e vet. Dy gjëra po mendoja tani. Statistikat e Institutit Statistikave që thot paksohet numri i meshkujve në Shqipëri dhe rritet numri i femrave, që me sa duket u reflekton ka edhe te jeta e natës. Po, patjetër. Dhe e dyta, nuk shpenzojnë se nuk konsumojnë, domethënë mund të pinë vetëm një pije, do të pinë më pak se burrat apo se çunat, apo kanë më pak lek. Atëherë, jo, nuk është çështje që kanë më pak lek, vajzat normalisht pinë pije pak më të lehta, nuk pinë pije të rënda siç pinë çunat. Dhe prandaj konsumi është edhe pak më i vogël. Tash një vajzë nuk mund të pi 2, 3, 4, 5 koktele të vazhdoj. E zgjat çik më shumë, merret më shumë me kërcimin, me telefonin, me Instagram. Se sa me pijen. Mos i sfido, se ndoshta na shohin edhe pastaj sfidohen. Mos i sfidojnë. Ne ato duam që ti sfidojmë dhe ti stimulojmë. Aty gara shocave aty. Aurora, po ti nga hera fundit? Unë ditë të them një gjë që do të zhgënjej shumë. Unë pi vetëm ujë. Nuk kam pirë as verë në jetën time, kështu që jam njeriu më i papërshtatshëm që mund të flasi për të pirë. Ma anti-biznes për jetën e natës, po. Për të po, një pyetje për sa i përket djemve, thatë që djemt përgjithsisht edhe kanë filluar të mungojnë. Po niveli i agresivitetit, sepse shumë herë gjejmë lajme që uzin në këtë klub, uzin në atë klub, ose në atë lokal nate. Si ka ardhur ndër vite, meqense ti e ke parë ndër vite? Si ka ardhur ndër vite, tash lokali natës në të gjithë botën po të shkosh, ke bodyguardët tek dera që të presin, dhe në momentin që ti shikon bodyguardët kupton që të gjithë lokalet në të gjithë botën marrin masa, sepse njerëzit kur pinë te kalojnë atë cakun e përgjegjshmërisë, pra nuk janë njësoj të kthjellët sikur janë
të papir dhe normalisht i duhet marrësh masa dhe të sigurosh që nëse ndodh diçka, duhet jesh i gatshëm që ti amortizosh dhe ti paraprish, është më e mira në kohë që mos ndodhi asnjë gjë e keqe. Jeta natës është qetësuar shumë në krahasim me vitet e mëparshme, nuk është më ai inati që kishin njerëzit me do e mos që duhet ja kalonin njëri tjetrit me shishen apo me nuk ka me më kështu konsumin që vinë këta që kanë shumë lekë dhe thonë këtë shishe apo atë shishe, nuk ka më kështu, nuk ka më kështu sa more ti që të marrun. Për fakt keq janë zhduk në drejtim dhe nuk ka më ato me shampanja, me xixa, me çunat e Londrës kanë qetë ndoshta shpirtin binjak dhe nuk kanë nevojë më që duken përpara gocave. Do vinë çunat e Dubai tani. Po, çunat e ata e Dubai. bën qefin në Dubai dhe kur vinë këtu, ndoshta vinë për të relaksu, nuk vinë më për të bërë qef. Si që nga këtë punë. Nami që nga ndryshe. Jo, nuk është çështje nami, vetë tregu, vetë njerëzit shqiptarët janë edhe normalizuar me jetën e natës, tani din të festojnë, din të gëzojnë, din të e kuptojnë që aty kanë ardhur për të bërë jetë natë, për të bërë qef, nuk kanë ardhur për të konfrontu apo për të, si me thënë, për t'i bogar njëri tjetrit, se ashu pjesa unë e quaj një si tip që ata ndjehen si të bullizuar nëse ti tek dera i pret dhe thu që ti nuk do futesh sepse je pa shoqëruar ose se nuk më pëlqen ti dhe aty nis konflikti i para jo. Ndodh kjo erdhë se më përpara ndodhte që nëse ishin një grup gocash i linin të futeshin. Po po të ishin disa çuna nuk i linin të futeshin. Tani si është? Sa herë na ka ndodhur? Po tani po themi që gocat dominojnë, kështu që edhe gocat gjithmonë keni lënë. Gocat kërkojnë thonë linin ndonjë çun të futet brenda sepse ka mungesë dhe ne e kemi jo se kemi lëshu dorën, po dini aty te rruga dhe i thoni hajde. Një lloj përzgjedhje bëhet gjithmonë për sa i përket jetës natës, sepse nëse jemi në një ditë normale dhe është prap ore natës, nuk bëhet më filtrim tek dera që dikush duhet futet apo dikush nuk duhet futet. Ajo bëhet edhe për shkak të rezervimeve që ka vetë biznesin, sepse nëse biznesi ka tavolinat e rezervuara, gjitha vendet e rezervuara nuk mund të fusin njerëz e ekstra të cilët mund të rinë afër tavolinave të rezervuara dhe të bezdisin nëse ti fut 3-4 meshkuj bashkë dhe ti lësh afër një tavoline që ka rezervuar, do thotë ai klienti do thotë që po mbezdisin, po më ashtu. Dhe për të shmang këto situata, te dera bëhet një filtr dhe i thuhet që nuk ka vend, ndoshta kaloni më vonë apo. Por që klientela është sensibilizuar në kuptimin që emancipuar, sillen ndryshe, patjetër vishen më mirë, janë bërë më të bukur, më të mbajtur, dhe është, domethënë, ne mbahemi edhe si qytet Tirana mbahet edhe si qytet shumë i gjallë për sa i përket jetës natës. Po turistët frekuentojnë jetën e natës? Atëherë turistët po të themi që tani filtri ka filluar të bëhet tek turistët. Për shembull, jo më larg se dje apo pardje, po shikoja pak komentet në Google për whiskyn dhe po shikoja aty që kishte ca italianë që ankoheshin. Italianët në të vërtet janë pak jo të bezdisshëm, por lëvizin shumë, bezdisin në kuptimin sepse po të shohin një vajzë do shkojnë do t'i flasin sepse do ta ngacmojnë, janë mësuar andej për shkak që nuk është një ashtu, po këtu mund të shkaktojë një problem ai ngacmimi. Pra bëhet marrin me iniciativë. Po, dhe ne përpiqemi që nuk janë konsumator, paktën italianët që vinë në Shqipëri nuk janë konsumator dhe për të shmang këto problematikat dhe duke ditë që nuk është një klient konsumator, ne ndonjëherë edhe i shmangim. Pastaj janë anglezët që janë problematik, dihen ata që në gjithë botën. Po të vinë pak. Kanë ndeshje futbolli, s'kan ndeshje futbolli. Po të vinë pak të pirë dhe të pinë akoma brenda në lokal, ata nuk janë për ashtu dhe normalisht ne i bllokojmë, nuk i tolerojmë. Pra kemi bërë një lloj përzgjedhje, tani problematik kemi turistët dhe sa italianë keni nxjerr jashtë. Nuk di ta them me numër.
Po keni nxjerr ama. Jo, nxjerr jashtë jo, por me Shika fut brenda. me diplomaci nuk I kemi leju që të futen brenda. Sa shpenzohet mesatarisht në një natë në një tavolinë? Gocash. Ase kjo është shumë interesante. Nuk di ta them, domethënë mund të shkojnë deri tek 2 pije një mesatare, po jo vetëm goca çuna, jo vetëm goca, po edhe goca çuna, po të marrësh një mesatare të klientelës, të numrit klientelës që frekuenton në brenda natës, është diku ke 2 pije. Dikush mund të pi 1, dikush mund të pi 3, po aty diku tek 2 pije. Kush ka qenë tavolina më shtrenjtë që ka pasur në whisky në gjithë vitet? Ne si tipologji nuk kemi pas ndonjëherë kështu tavolina të shtrenjta dhe kështu, se nuk kemi pas atë lloj tipologji klientele dhe nuk e kemi gjëmu atë klientel që shpenzon shumë. Ajo edhe grup mosha që na frekuenton neve, që është një grup moshë çik më e madhe, mbi 25 vjeç që e kërkojmë. Edhe tipologjia e çmimeve që kemi, që I përshtatet pak a shumë shtresës mesme. Pra ne nuk them që mbajmë çmime të lira, por as të shtrenjta. Jemi një shtresë mesatare dhe kërkojmë shtresën e mesme. Dhe më tepër nuk përqendrohemi tek konsumi që të shesim një gjë të shtrenjtë, sesa tek shërbimi. Duam të ofrojmë një shërbim që klienti të kënaqet, pse jo edhe ta qerasim kur është momenti që duhet me qeras dhe është me një pije do ta stimulojmë me një shots ose me një pije tjetër nga lokali dhe shohim që ka ngec aty ke ajo pija, po nuk e shohim kurrë si mjet për ta vjel klientin. Duam thjesht që të kënaqet, sepse me këtë tipologji, me këtë strategji na është kthy dhe neve në vite, u bëm shumë vite që jemi në treg dhe na ka funksionuar. Klientela besnike, që është edhe më vështirë për të krijuar në një farë. Pagojnë më shumë gocat apo çunat? Ergis, ti kur ke qenë në ndonjë gocë një natë, ke paguar ti apo është nga këto goca që s'ka gjë se paguajnë dhe ti e ndjer kështu, po mi paguaj si të kesh shef. Unë zgjedh feministe pikërisht për këtë punë. Për këtë punë, ja. Ja ekonomist. Ekonomist. Olimbi, jeta është llogari. Promovoj të drejtat e barabarta me këtë rast, për bëjmë të dy. Çunat shqiptar janë shumë gentleman, nëse janë me vajza. Ti që nge përjashtim domethënë. Sa duket. Nuk I lejojnë që të paguajnë kur janë me vajza. Tani ka fillu pak kjo fryma europiane që bëjnë share faturën, po në shumë pak raste. Po ndodh që bëjnë share. Po se bëjnë 50-50, gjys për gjys? Një pjesë e lodhshme për shkak me italianët është kjo që nëse ti çon faturën, ata do filloj pastaj dikush do t'japi 7 euro, dikush do t'japi 5 euro, se kjo ime dhe ti duhet humbësh 1 orë aty që të mbledhësh lekët e Je gati duke thënë, e keni nga unë tavolinën vetëm? Jo. Se nuk na del llogaria në fund. Në këto vite, sa herët ka rastisur që mund të ketë ardhur dikush dhe që ka qenë edhe I mbushur me veten dhe me para dhe ka thënë që këto tavolinat I kanë paguar nga unë, ose nuk po them gjithë lokali kanë paguar nga unë sot. Nuk e lejojmë këtë lloj gjëje në paktën ke lokali jon, sepse patjetër që ndodh, patjetër që edhe kamarierët tundohen nga bakshishi që mund t'i japi personit, shkoj t'i kërkoj një tavolinë që t'i paguaj nga dikush, por ne I rekomandojmë gjithmonë kamarierët që të kenë kujdes, t'i përkushtohen klientëve të përhershëm, mos influencohen fare nga bakshishi pak më I madh nga dikush që vjen dhe bën këtë lloj gjesti, nuk është në tipologjinë e whiskyt që dikush të ofrojë dhe të paguajë për një tavolinë tjetër. Patjetër nëse klientët njihen dhe dikush do të paguajë nga tavolina në tavolinë, patjetër që do ta bëj, por jo, kamarierët ne gjithmonë I rekomandojmë që mos bëjnë gjëra pa vullnetin e palës tjetër, po. Kush është një ngjarje apo një histori që e mban mend, për mirë apo për keq, që nga momenti që ke filluar e deri më tani? Ngjarjet, un kam qejf të kujtoj ngjarjet e bukura, domethënë un kam shumë vite që merrem me jetën e natës, po që kur jam kthyer nga Italia 2003-shin, më bëhet qefi që jam pjesë asaj gjeneratës që e kemi transformuar jetën e natës në Shqipëri, pra nga zero e kemi sjell këtu ku jemi
dhe mbaj mend një periudhë shumë të mirë që bënim koncertet mëdhaja, sillnim DJ nga jashtë dhe ishin ato koncertet e para, ato netët e para që bëheshin me DJ. Unë ato kohë kisha marrëdhënie shumë të mira me radio DJ në Itali dhe merja gjithë DJ-t më të mirë të radio DJ dhe kishte një frekuentim 5.000-6.000 veta në Bregdet dhe ato kanë qenë vite shumë të bukura. Unë që kisha net shumë vite në Itali, që kisha dëgju këto DJ edhe që kisha mundësinë dhe ti takoja dhe ti ofroja për jetën e natës këtu në Shqipëri, ishte një satisfaksion shumë i madh. Edhe ato i kujtoj me shumë nostalgji dhe Po shtriheni dhe në jug. Po. Ka mundësi që të rikthehen situata dhe ngjarje dhe ditë të tilla të jetës natës? Me DJ të huaj ose dhe shqiptara, me mira të rinj që mblidhen bëhet si tradit. Është e vështirë që të domethënë po bëhen festivale me DJ në zona të caktuara, por ende nuk është përcaktuar një zonë që të jetë një zonë për të rinjt, pra që mos ketë kufizim orari. Ne kemi një ligj që e kufizon orarin e ushtrimit aktivitetit në ambiente të hapura, që është deri në orën 11 darkës për ditë të javës dhe deri në 12 darkës për fundjavat. Pra është pothuajse pa mundur që të bësh jetë nate në ambiente, duke qenë që jugu tani është populluar i gjithi dhe nuk gjen dot hapësira ku mos jetë i populluar dhe të bësh aktivitete për jetën e natës. Dhe është e vështirë që ti përsërisësh ato. Janë bërë diskoteka patjetër të mbyllura që bëjnë koncerte, që mbajnë kanë rini brenda, bëhen dhe festivale, po që të jetë një zonë që ndoshta do ishte mirë që të konceptohej një qytet apo një segment i Bregdetit që të ishte vetëm për rinin dhe mos kishte kufizim orari. Mendoj që do ishte një gjë e bukur. Si është merresh me industrinë e jetës natës, e parë nga pikpamja e biznesit? Fitim prurës, i lehtë, i vështirë, mund ta bëj kushdo, duhet të kesh specialitet, duhet të kesh trajnim, duhet. Një gjë që më vjen keq për sa i përket jo vetëm jetës natës, po edhe aktivitetit të bar restorantit, është që hapen pa kriter. Pra, dikush shkon te QKB-ja, paguan 1.000 lekë aty dhe hap një biznes. Kam përshtypjen që ka ardhur momenti që kjo gjëja duhet të ketë një planifikim urban. Pra, nëse ne dim që ky qytet ka kaq banor dhe ka një prurje me kaq turist, këta kanë nevojë për një frekuentim për kaq diskoteka, kaq bare, kaq farmaci, kaq furra buke. Mendoj që ka ardhur momenti që edhe vetë biznesit i jep një lloj garancie, planifikimi urban me numër të përcaktuar i bizneseve, sepse ndodh kjo që po thonim edhe pak më përpara, që hapet një diskotekë e re, vjen dikush, një investitor që kap ca para, hap një diskotekë të re, ata të rinj. Kap ca kështu para që s'di se nga i ka kap, nga këto para. Si shkesh me çantë. Me çantë. Nuk i futemi aty diskutimi. Ai hap një biznes të ri, të gjithë të rinj që siç e tham janë shtektar, janë kurioz, shpërngulen dhe ky investimi tjetër ngelet bosh. Pra, ajo është para, ajo pastaj është para e vdekur që humbet gjithë vlerën sepse janë pajisje tashmë të përdorura, të amortizuara, dhe kjo gjë nuk është e mirë për mendimin tim. Ato parat, sido që t'jenë të pastra apo të pista, nëse do të orientoheshin në një lloj mënyre përmes politikave që në vend që ti harxhonte për të hap një klub ose një biznes të çfarëdo lloji që do të funksiononte shumë pak kohë, siç po e shikojmë, sepse janë hapur me 10 lokale që kanë funksionuar për një periudhë shumë të kufizuar kohe dhe pastaj janë mbyllur dhe ai investimi i atyre pajisjeve, karrige, tavolina, gjithë foninë dhe gjitha kanë ngelur të vdekur aty dhe është një lek i hedhur dëm për mendimin tim dhe në Shqipëri nuk ka pse të hidhet paraja dëm. Pse ndodh kjo? Shihet si një biznes i cili mund të bëhet nga të gjithë?
Nuk e di, unë për shembull kam vite që marr oferta nga lloj-lloj njerëzish, ndërtuesish që më thonë që hajde ta bëjmë një lokal bashk. Nuk e di pse është gjithë kjo dëshira, sepse është një punë shumë e lodhshme që duhet i rish gjithë ditën ke koka nga mëngjesi deri në darkë. Të rishti. Po punë po i ri. Ata të flen, ti dori. Dhe nuk e di pse e kanë këtë qefin, por është kjo qefi për të pas, domethënë që do vinë njerëzit te lokali im, ndoshta këta do dalin aty përpara, do thonë që familjarët do duken që un kam lokal dhe ky është lokali im. Po reklam. E di çfarë po më kujtohet disa pjesërditje, të dhënat e Institutit Evropian Statistikave vlerësojnë se Shqipëria është vendi ndër vendet kryesore në Europë me numrin më të madh të bareve dhe restoranteve. Kemi gati sa Spanja. Kemi aq bar dhe restoran për frym. Dhe presupozohet, jo në numër absolut, po për frym, presupozohet krijohet edhe ideja që shqiptarët tani gjatë gjithë kohës në kafe, bëjnë gjatë gjithë kohës jetë natë. Po ky ishte perceptimi që kur pyetën një italian çfarë bëhesh në Shqipëri, tha gjysma njerëzve bënin kafe, gjysma tjetër pinin kafe. Popull i pasur, nëse mund ta themi këtë gjë. Po jo, këtu takimet, punët, bizneset, çdo gjë marrëveshje bëhen kafe, po bëhen shumë mirë. Mirë, nuk është, sigurisht. Unë jam gazetar. Unë mbaj mend që kur kam filluar gazetari, drejtuesit e mi të parë, këtu e para hy 24 vitesh, kur unë rija në redaksim të thoshin, çfarë po bën këtu? Hikte Ministria e Financave, po ç'të bëj? Pi një kafe atje. Dhe ideja ishte që ti duke pirë kafe, krijoje marrëdhënie me njerëzit, të njihnin një njihje, në kafe do bie disa biseda më të çlirta se sa vetëm pjesa zyrtare. Por kam menduar gjithmonë që kjo është po sigurisht, ai është qëllimi. Por nuk vlitet zakonisht shumë kafe ta thot me qef. Po qëllimi gjithmonë është krijimi marrëdhënie, por kam menduar që ka qenë specifike për llojin e profesionit. Pra gazetaria kështu bëhet në gjithë botën, nuk është se bëhet kështu vetëm në Shqipëri. Por nuk e kisha menduar që ti kthemi çik te ty. Ti ku i bën ti marrëveshjet e biznesit? Edhe marrëveshjet e biznesit dhe për investime, prapë thon ata takohemi në kafe, ndërkohë që ti thua po hajde në zyrë. Në kafe më mirë, më kështu. Po flasim për projekte investimi. Dhe ti kur të vinë të investitorë dhe i thuar, do ikim te whisky? Ka të bëj me klimën. Ka të bëj me klimën sepse ti je në zyrë aty dhe shef nga dritarja që shikoj e bukur, nuk të rrihet brenda 4 muaj. Prandaj edhe vendet nordike janë shumë punëtorë sepse ata s'kan çfarë bëjnë tjetër përveç se të punojnë se për jashtë është. Me që jemi këtu ka shumë biznesmen që ankohen për stafet. Që kemi mangësi stafi ose se kemi trajtuar si duhet. Si është për jetën e natën ose për bar, restorant në përgjithësi? Atëherë, stafi përzgjedh vetë njerëzit përzgjedhin lokalet që kanë punë. Dhe sa më i suksesshëm, sa më punë të kesh, sepse kamarierët shtyhen për bakshishin, po nëse ka punë, edhe një kuzhinier e shikon që është një mundësi e mirë, edhe nëse emri i biznesit është i mirë, po ashtu stafi do ta bëj si zgjedhje të parë për të punuar në një lokal që ka një traditë dhe ka një ecuri të mirë. Por është bërë shumë e vështirë për sa i përket pjesës, ja ne po shtrihemi në jug tani, edhe pak nga reklama nuk janë premtu paga shumë të mëdha dhe vinë me një kështu, me një prezantojnë aty me një kërkesë shumë të madhe për pagë, ndërkohë që ne në fund ditës do shesim kafe, do shesim ujë, do shesim makarona, nuk do shesim ja vlen për ato pagë më të shtrenjta, kështu që nuk mund ta përballojmë dot atë. Në ekonomi paga është kriju një perceptim që këtu në Shqipëri kanë plas pagat e larta shumë, edhe unë i pres me këmbë të parë, i them jo, nuk sa kërkojnë? Harrojnë prallat. Po kush janë këto, me thënë ëndrat me sy hapur, sa shkojnë? Kam pas edhe 3.500 euro dhe 4.500 euro pag për kuzhinier, për shef kuzhine. Domethënë që është një pag nuk e pa konceptueshme për tregun shqiptar. Biles para 2 ditësh po bëja një intervistë me një shef kuzhine që kishte punuar në Kroaci. Dhe po më thoshte që ne një pjatë pasta atje në Kroaci në resort ku kishte punuar, ishte diku ke 50 euro.
Ndërkohë që këtu po t'ja çosh klientit një pjatë pasta 50 euro. Klasën memet pastaj që japin çfarë bën. Ja çmimi, ja çfarë po bëhet. Ndërkohë që këtu jemi dhe paga në Kroaci për shembull ishte diku ke 1800 euro merrte një 1800. Po, 1800 euro merrte një shef kuzhine dhe është një pagë mendoj me këmbë në tokë. Është një pagë me këmbë në tokë. Por jo, nuk janë ato pagat. Nuk këtu kërkuan 3.54. Jo. Këtu të kërkuan 3.54. Po patjetër, kam pas, domethënë njerëz që ti nuk i ke provu edhe profesionalisht se çfarë janë të aftë. Tu duhet të pyesja, sepse paga është produktivitet. Do të thotë nëse ti je i aftë, dhe nëse ti bën pjata të cilat nuk i bën asnjë tjetër, asnjë restorant tjetër dhe një klientel elitare, ty të vjen vetëm për atë pjatë dhe ti mund t'ja vësh edhe pastën 50 euro dhe 60 euro, automatikisht ai shef kuzhine e ka nxjerr pagën e vet 4500 euro, ka lënë dhe fitimin për restorantin. Në raportin e çmimit dhe pagave me produktivitetin e fuqisë punëtore, si jemi? Ne u bën disa vite që po marrim punëtorë huaj që po plotsojnë atë numrin e munguar, numrin e duhur të stafit. Jemi shumë të kënaqur me shtetas filipinez. Bëjnë ato orarin e caktuar të punës, nuk dalin përtej orarit caktuar, kanë një pagë të kënaqshme, që për ne është e kënaqshme për nivelin e pagave që na kërkohet nga tregu vendas, edhe për ata është e kënaqshme për nivelin e pagës për vendin nga ku vijnë. Unë kam qenë vetë emigrant për 8 vjet dhe i kuptoj shumë mirë dhe përpiqem t'i trajnoj shumë mirë, përpiqem që edhe me stafin ti ndërgjegjësoj dhe ti them se si duhet sillen, sepse atë eksperiencë kemi kaluar dhe ne vet, pra kemi vujt në kurrizin ton pjesën e emigracionit dhe dim shumë mirë se çfarë do të thotë. Dhe kjo mirëpritën, mund si integrohen me pjesën shqiptare. Po ne jemi popull mikpritës, të rinjt. Mas shumti ata të rinjt e stafit e kanë pak nuk e njohin këtë pjesën dhe fillojnë dhe tallen dhe kanë qef që t'i ngacmojnë e kështu, por jo, nuk i lejoj, përpiqem që ti trajtojmë, domethënë sa më shumë unë i trajtoj dhe mendoj ato vitet e nuk miqen nga koscienca ato vitet që kam kaluar në emigracion dhe përpiqem të trajtoj sa më mirë. Po si produktivitet, këto punojësit e huaj në krahasimisht me shqiptarët vendasit. Nëse do i krahasoj ti si drejtues, ti mund ta bësh një vlerësim për rolet ngjashme. Për sa i përket produktivitetit, ato kanë paktën për filipinezët kanë eksperjenca sepse kanë punojnë në vende të ndryshme, disa vinë edhe nga Dubai, kanë eksperjenca në hoteleri dhe vinë nga Dubai në Shqipëri. Po. Atje i trajtojnë shumë keq në Dubai, këtë e theksojnë gjithmonë që aty i keq trajtojnë si në ushqim, si në çdo gjë, dhe këtu gjehen mirë, këtu e kanë gjetë veten mirë, janë produktiv për profilin që janë profilet ulta kryesisht, për profilin që i kanë të gjitha profilet ato janë popullate madhe, kështu që po ne ato kemi kërkuar, atë lloj profili kemi kërkuar, i kërkojmë në për kuzhinë, për ndihmë në kuzhinë, ndihmës banakjer, për pastrus dhomash, pastrus në biznes. Kështu që atë lloj tipologjie kemi kërkuar nga agjencitë dhe ajo lloj tipologjie na ka ardhur. Cilat janë problemet e tjera që ka sektori, përveç atyre me fuqinë punëtore? Problematika ka pafund, nuk është që ne jemi në nivelin më të mirë të ofrimit të shërbimit, edhe të infrastrukturës, por një problem shumë i madh unë mendoj që është formimi profesional. Nëse ne do kishim reaguar në kohë që të merreshim me formimin profesional dhe sepse turizmi po e tregonte trendin e vet që ishte në rritje. Vit për vit ishte një nga zërat kryesore në ekonominë e vendit që rritej në përqindje dhe ne duhet kishim reaguar me shkollat e arsimit profesional. Unë e them shpesh që një i ri në himar nuk ka pse
hutohet, lodhet në vitin e 34 të gjimnazit me kimi, me fizik, me lëndë që nuk do t'i duan asnjëherë në jetë, mund të bëj një shkollë hoteleri aty një marë dhe t'jeti aftë që kur të vinë turistët të njohë mirë edhe kulinarinë e zonës, të ditë ofroj, të shërbej, të ashtu, sepse klienti nuk kur vjen nuk mërzitet nga çmimi, asnjëherë nuk mërzitet nga çmimi i lartë, mërzitet nga shërbimi që nuk i korrespondon çmimit që paguan. Dhe një nga problematikat më të mëdha është formimi profesional. Do ishte shumë e udhës që nga Velipoja deri në Sarandë të ngriheshin qendra të formimit profesional për të rinjt që t'ishin në ndihmë të turizmit. Pra t'ishin timonierët, edhe nëse ne marrim punëtorë nga jashtë, timonierët t'i kishim brenda vendit tonë që t'kishim mundësi t'i menaxhonin vetë bizneset sepse do vuajmë siç po vuan Italia sot që nuk gjen nëpër lokalet e Romës, nuk gjen më kuzhinier italian apo kamarier italian, janë gjithë nacionalitetet e mundshme nga gjithë bota, po italiani janë. Yeah. Unë një pyetje të fundit kam, nuk e di pasaj ti Ergis. Do t'ja këshilloje një të riu që të merrej me jetën e natës, me industrinë e jetës natës, apo dhe të bareve, të restoranteve, me të pjesë të zinxhirit të shërbimit? Një të riu unë ja këshilloj sepse i ka gjitha energjit për ta përballuar jetën e natës, po një më të moshuari apo për të moshuari, kush është koncepti i moshuarit, ta zgjidhim pak. Na prej koncepti. Më në moshë se i ri nuk do t'ja këshilloja sepse do një Mbi 30 të mos ta tendoj. 30 vjeçarët po i quajmë të ri, duke marrë parasysh moshën tonë, po i quajmë të ri 30 vjeçarët. 40. Por do shumë energji, do shumë përkushtim. Patjetër duhet jesh i përgatitur për atë që kërkon, sepse nëse nuk e di as vetë se çfarë kërkon, nuk do mundesh kurrë t'ja kërkosh dikujt tjetër se çfarë duhet bëj. Unë i putit fundit kam, kë mendon se janë 2 sfidat kryesore që ka jeta natës në këtë verë që vjen për pak? 2 sfidat kryesore është një niveli i zhurmave. Do na vinë turistë anglez më shumë, domethënë. Jo, nuk besoj që ka sfida, nuk besoj, po rikthehem prapë në fillim që jeta natës është gjithmonë e njëjta, nuk ka sfida, nuk ka, thjesht duhet të jesh gati aty, të jesh në moshë për ta ashtu, edhe nëse nuk je në moshë, duhet ta ndjesh që të shkosh edhe të tërbohesh aty, të argëtohesh. Vetëm duhet kesh vullnet dhe dëshirë, po që nuk edhe ka pak para. Edhe pak se shumë para, sepse u ankua që s'po konsumojmë. Duhet të kem pak më shumë para. Ashtu. Për konsum. Erdit Giga, ishte kënaqësi që të kishim Kënaqësia e gjitha ime. Në Money Hour. Të dashur miq, episodi 2 mbyllet këtu. Do të shihim episodin e radhës me një tjetër personazh shumë interesant. Mirupafshim.